Pse njeriu pretendon? Pse pretendon? Pra, pse pretendon njeriu për çdo gjë? Pretendon që ta ndihmosh, pretendon që t'i japësh para, pretendon t'i japësh pasuri, pretendon t'i japësh çdo gjë. Pse njeriu pretendon? Të gjithë pretendojnë. Që të gjithë pretendojnë, të mëdhenj dhe të vegjël, që kur lindin derisa vdesin. Dhe sot do flasim pikërisht për këtë argument sepse flitet pak dhe duhet që ta diskutojmë që të kuptojmë shumë gjëra. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe faleminderit Shqipe. Faleminderit që jemi përbashkë. Nëse e keni vënë re, në vendet nordike ose në vendet në Amerikë apo në Angli, pretendimi është më i lehtë. Pra nuk është si në vendet e lindjes. Njeriu pretendon, për shembull, e zëm, vin nga Shqipëria në Evropë, pretendojnë që shteti ta ndihmoj, pretendojnë që ai ta ndihmoj, pra pretendon për çdo gjë. Përse? Nuk duhet të pretendoj, apo jo? Ju si thoni? Apo duhet që të pretendoj? Dhe nëse pretendon, pse? Shiko, ne kemi lindur në një botë që na lindën prindit. Dhe prindët, ne ka disa që pretendojnë që prindët t'i ndihmojnë. Për shembull, në Itali, pretendojnë që prindrit t'i ndihmojnë pothuaj tërë jetën. Një pjesë, jo të gjithë. Ndërsa në Shqipëri janë prindrit që pretendojnë nga fëmijët, që fëmijët bëjnë shumë fëmijë për shembull, që t'i mbajnë. Ndonjëherë, jo të gjithë e bëjnë këtë, ose të tjerë pretendojnë që fëmia ta ndihmoj me të ardhurë financiare, ta ndihmoj për ushqime, ta ndihmoj për çdo gjë. Pra, për ju është e drejtë ose jo? Ose cila anë është e drejtë, sepse si thash, në Itali për shembull, fëmijët pretendojnë nga prindrit pretendojnë nga fëmijët. Kurse në Shqipëri prindrit, më falni, gabim. Në Itali fëmijët pretendojnë nga prindët, ndërsa në Shqipëri prindrit pretendojnë nga fëmijët. Pse po e them këtë? Sepse për shembull, nëse e keni lexuar ka ndodhur dhe sepse i njoh këtu, është një aktor i famshëm, quhet Barbareski, Luka, ai nuk do t'japi asnjë gjë fëmijëve, sepse fëmijët i kanë uruar vdekjen, sepse e duan të vdekur. Pse? Do t'ja u them se përse. Sepse ky u tha që, shiko, ju duhet të ngriheni në mëngjes ashtu si u ngrita unë dhe fillova të punoja, sepse mua nuk më dha askush asgjë dhe unë nuk pretendova, thot Barbaresk. Në fakt ai u bë një aktor i famshëm, u bë politikan etj. Dhe prindit e tij ishin të varfër, nuk kishin. Ati nuk i dhan asgjë, as shtëpi, asgjë sepse nuk kishin. Dhe pse thot ai, fëmijët e mi duhet që të pretendojnë, për çfarë arsye? Dhe tani unë po ja u lë juve këtë. Pse duhet të pretendojnë fëmijët e atij? Për çfarë arsye? Dhe pse duhet t'i urojnë vdekjen duke pretenduar me ngulm derisa t'i urojnë vdekjen për një pasuri? Për çfarë arsye? Sepse ai ka miliona dhe duan një pjesë të asaj pasurie. Për çfarë arsye? Po këta, pse nuk u ngritën në mëngjes si punë ati, por të flenë deri në drek, apo mos ta çajnë kokën, ose nuk u eci mirë për arsye të tjera? Por pse duhet të pretendojnë? Për çfarë arsye? Dhe anasjelltas, nëse do flasim për shqiptarët. Një pjesë e madhe e prindërve shqiptar pretendojnë që fëmijët t'i ndihmojnë. Fëmijët bëjnë shumë fëmijë ose pretendojnë që fëmia, mashkull apo djalë apo çfarë do lloj, derisa të jenë gjallë prindrit duhet ta ndihmojnë. Hajde se ti kur të plake mund t'i do të ndihmosh, do më bësh këtë, do më bësh këtë. Për çfarë arsye? Sepse e thash edhe një herë, në qoftë se nuk do të kishe prindrit, e zëm, nuk do ti linde të bën prindrit dhe të çuan në jetimore. Ti çfarë do bëje? Ose anasjelltas, në qoftë se ti prind bëre fëmijët dhe punove sa deshe dhe fëmijët nuk kanë për probleme të ndryshme, nuk kanë që të ndihmojnë, ti çfarë do bësh? Do presësh ende për fëmijët që të ndihmojnë, sepse edhe ata nuk të ndihmojnë dot, po ti do shkosh në rrugë, ti thuash fëmijëve të tjerë? Jo pra. Ja, për këtë arsye doja ta diskutoja sot, sepse është vërtet, kisha bërë një video para ca ditësh dhe po të shikosh pjesa dërmuese në Shqipëri flasin pikërisht për këtë. Hajde se këta fëmijët e sotëm nuk do na mbajnë. S'kan për të na mbajtur fëmijët e sotëm.
pse fëmijët e sotëm merren me bukurira, apo vajzat duan që të vend të bëjnë estetikën, djemtë e rinj nuk kanë dashuri për punë apo për prind. Okej, një sekond. Ti, çfarë dashurie u dhe atyre? A i mbajtet i ashtu siç duhej fëmijët dhe a u dhe drejtimin e duhur fëmijëve deri në moshën 18? Dhe pse duhet të pretendosh ti nga fëmijët e tu? Si që tash më përpara, që fëmijët e tu ndoshta nesër pas nesër nuk kanë, ose ndoshta dhe situata që gjendemi sot është e vështirë dhe ata nuk munden. Ti pse duhet të pretendosh? Pra pretendojnë që të gjithë, por duhet varet nga përqindja e pretendimit dhe varet në qoftë se pretendimi është apo nuk është i qëllimshëm apo i detyrueshëm. Për shembull, në rastin e Barbareskës. Barbaresku është aktor i madh. Mund të ketë, siç tregohet, rreth 50 milion euro parafërsisht. Mundet, dhe fëmijët i kërkojnë para. Por ai, nga ana tjetër, kur ishte prind i ri, siç tregon ai, i këshillonte fëmijët që të ngriheshin në mëngjes, të studionin, të shkonin në shkollë, pastaj të shkonin në punë, etj etj. Pra ai u mundua me të gjitha mënyrat që t'i çonte të studionin. Po mos të kishte para ky Luka, ky aktori. Mos kishte para dhe të ishte në një shtëpi me qira. Dhe mos të ishte aktor i famshëm, si do të silleshin fëmijët sipas jush? Më thoni. Tani më thoni, si do të silleshin fëmijët e ti në qoftë të se ai nuk do të kishte asgjë. Do të çoheshin në mëngjes që në orën 4, sepse do të siguronin bukën e gojës në qoftë se ai nuk do të kishte për të ngrënë. Ishin të detyruar që të ngriheshin dhe të siguronin bukën e gojës. Pra, mirëqenia ka bërë dhe është ngulitur në trurin e njeriut që njeriu është ai tjetri e ka për detyrë që ty të ndihmoj, ose ty të t'jap, dhe ti pretendon. Pra, që të gjithë pretendojnë. E zëm tani që t'jemi në Shqipëri, okay? Prindit shkojnë fëmijët jashtë dhe prindit presin që t'japi diçka fëmija. Po a e dini ju se si është ka ikur ai fëmijë jashtë? Ju a e dini? Ju a e dini se si kam ardhur unë, si shkova në Greqi apo si kam ardhur në Itali? Ka disa histori që nuk mund të tregojnë, sepse janë kaq të rënda sa që nuk mund të tregojnë. Sepse ka kaq vuajtje, unë jam një i vogël, por keni me miliona të tjerë që kanë vuajtur dhe vazhdojnë të ruajnë, të vuajnë. Bile njoh disa që nuk munden, kanë akoma shtëpi me qira, nuk munden sepse sa më thellë shkon dhe aq më sa më thellë futesh dhe aq më thellë shkon. Ka njerëz këtu që për të ndihmuar prindrit dhe familjen në Shqipëri kanë bërë të pamundurën dhe atje kanë ndihmuar. Këtu kanë ndihmuar sepse duhet jetojnë. Do marrin shtëpi me qira, do shkojnë në punë, do pagojnë taksa, pagojnë makinë, pagojnë drita, pagojnë ujin, pagojnë çdo gjë. Pra, nuk arriti dot që të kishte një shtëpi sepse atje pagon dhe këtu pagon. Dhe kjo i ka detyruar që sot të mos flasim më sepse rrin në fije të problemeve, që mund të shkaktoj për shembull që të dalin në rrugë, ose të kthehen në Shqipëri, që shumë prej tyre janë kthyer në Shqipëri, dhe atje janë më keq se sa këtu. Se kur kthehen në Shqipëri, çfarë ndodh? I kanë ndihmuar të rjetën, prindrit atje, ose familjen, kanë qenë jashtë, për shembull në Itali, në Gjermani, apo në Angli, apo ku ta di unë, dhe nuk kanë arritur dot sepse kanë punuar qoftë atje, qoftë për Shqipërinë dhe qoftë për vendin ku kanë qenë. Dhe kur janë kthyer, sikur të jenë një faliment, janë kthyer në Shqipëri, janë zënë me prindit apo me familjen, duke i cilësuar vetë ata që ai ndihmoi dështak. Duke i cilësuar dështak dhe duke u zënë me ta. Dhe nuk flasin më, sepse tashmë ai s'ka më. Si do lviz? Çfarë do bëj? Me se do merret? Jeta ikën është shumë e shkurtër dhe ai s'ka kohë. Si do ushqehet? Si do eci përpara?
Sepse ne dim shumë mirë që në Shqipëri ka probleme të mëdha financiare. Sepse tani dal nga dal po ecën. Dhe po thoshja që po të shikoni që të gjithë kanë probleme. Të gjithë. Por varet pikërisht thelbi i të gjithës kësaj që po them tani është është pikërisht ajo që ju thash. Pretendimi. Në qoftë se njeriu nuk do të pretendoj, ai do të eci vetë. Po, dhe nga momenti që ecën vetë, ai ja del shumë herë më shumë se sa të pres nga të tjerët. Sepse të shtyn vetë. Ti të shtyn vetë jeta. Të shtyn natyra. Pra ti në qoftë se do shikosh këtu, në të gjitha këto familjet, qoftë jo vetëm në Itali, por edhe në Evropë, ti shikon që problemet janë shumë të theksuara pikërisht nga pretendimi. Njëkohësisht edhe në Shqipëri. Pra, kur njeriu pretendon, nga ai moment fillojnë problemet. Kështu që unë jam i bindur për këtë, megjithatë do dëshiroja një komenti tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Është e vërtet kjo që po them, që pretendimi është problemi më i madh i jetës së një njeriu, sepse e përsëris edhe një herë, nëse ti zgjohesh mëngjes dhe i bën vet nga vetja, çdo gjë ti ja del, dhe kur ja del, përveç se je fisnik për atë që ke bërë, por ja del shumë herë më mirë se sa një njeri normal. Pra një njeri që pretendon. Qofse i vini re. Kështu që unë pres komentet tuaja, se erdhën çuna, do ikim në punë tani. Ju uroj punë të mbarë shqipe. Faleminderit që jemi përbashkë. Pres komentet tuaja që t'u lexoj, sepse për këtë argument jam vërtet kurioz. Hajde, ditë të mbarë.